Në qytetin antik të Antigones në jug të Shqipërisë po kryen ngërmime të reja arkeologjike në kuadër të një misioni shqiptar. Studiuesit flasin për dalje në dritë të elementëve të rinj të qytetit dhe për objekte arkeologjike që dëshmojnë për lidhjet me disa qytete në kohët antike. Misioni arkeologjik në Antigone po shërben dhe për studentët që ndjekin studimet në arkeologji për praktikat e gërmimit dhe studime në këtë fushë. Korespondenti ynë Raymond Kola ishte në Antigone dhe përgatiti kronikën. Ndonse është vjesht moti i mirë i ka ndihmuar arkeologët në qytetin antik të Antigones në jug të Shqipërisë të përfshihen në një gërmim arkeologjik. Misioni është thërësisht shqiptar dhe kryhet nga Instituti i Arkeologjisë. Edhe këtë vit gërmohet për të sjellë në dritë pjesë të qytetit të Piros e Epirit. Qyteti jetoi rreth 150 vite dhe u doq nga romakët. Specialisti i arkeologjisë Ilir Zaloshnja thot për Zërin e Amerikës se këtë vit ka mjaft objekte të gjetura, të cilat flasin edhe për lidhjet e Antigones me qytetin antik të Apollonisë. Një nga objektet e veçanta, thot ai, është zbulimi i një terakote të vogël, ku shfaqet portreti një buri që mund të jetë një bari i zonës. Kjo terakote kujton, thot zoti Veleshnja, veshjet e rrugovës së sotme. Më e veçanta e kësaj është gjetja e rreth 4 fragmenteve figurinash për e baltë të pjekur, ku dominon portreti i një, sipas mendimit paraprak, i një buri që për momentin mund të themi që është unikal. Ai portret dallohen qartë tiparet e fytyrës dhe një fashim që vjen rreth ballit dhe poshtë mjekrës, dhe më pas sipër këtij fashimi ai ka të vendosur një kapele. Por për momentin të kujton për ta thënë kështu si për krahasim, por që sigurisht nuk ka lidhje, të kujton pak a shumë veshjen e rrugovës. Zoti Veleshnja thotë se Antigonea mbetet një pikë mjaft interesante, jo vetëm për studiuesit, por edhe për turistët me peizazh në rrallë natyror që shfaq në të gjitha stinët e vitit. Antigonea të ofron një peizazh shumë të bukur natyror që dominon fushën e Drinosit në të dy krahat e saj, në jug dhe në veri të saj, dhe bashkë me të, padyshim, është edhe qyteti antik i themeluar nga Piroja i Epirit në kujtim të gruas së tij, dashurisë së parë, siç është identifikuar, Antigonës. Ndërkohë arkeologu Dimitër Çondi, që drejton misionin arkeologjik, thot për Zërin e Amerikës se gërmimet e reja vijojnë të plotësojnë informacionin për këtë qytet antik. Arkeologu e vlerëson rëndësinë e misionit veçanërisht në këtë situatë, një krize ekonomike ku shpesh mungojnë financimet për gërmimet e reja arkeologjike në Shqipëri. Është shumë mjaft pozitive që në mjaft qytete të rëndësishme, siç është Antigonea, të jetë dhe thjesht një projekt shqiptar, ku afron shumë specialistë të rinj, kualifikohen si master, doktorature, bëjnë praktikën shkencore këtu. Ndërkohë Mirgen Shameta, i student i arkeologjisë, thotë se prej disa vitesh përfshihet në misione të tilla. Sipas tij ato ndihmojnë mjaft student në njohjen e praktikave të arkeologjisë dhe për më tepër në studimet për arkeologjinë shqiptare. Është viti 5 i imi si student i arkeologjisë që marr pjesë në gërmimet e Antigones. Për ne studentët është shumë e rëndësishme pjesëmarrja në këto gërmime për arsye sepse lidhim ato çfarë mësojmë në auditoret e fakultetit me realitetin arkeologjik. Antigonea njihet ndryshe qyteti i dashurisë, pasi mbreti i Epirotëve Piro vendosi ta ndërtonte ato për nder të gruas së tij Antigona. Në vitin 2006 qyteti antik u kthye në një park arkeologjik dhe sot lidhet me infrastrukturë të mirë rrugore me qytetin muze të Gjirokastrës. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Emisionet tona vazhdojnë në valët e radios në orën 20:30. Natën e mirë dhe mirupafshim. Je suis Lina Armoudou avec Africa 54. Vous êtes sur La Voix de l'Amérique. Suivez-nous sur facebook.com/La Voix de l'Amérique.